Duam showbizi është pjesë e qëndësishme për ditëshmërisë tonë. Në momentin që ne hapim rrjetet sociale, menjëherë përballemi me lajme që vijnë nga jeta kryesisht personale, por jo vetëm e personazheve publik. Deri në momentin që menduam që nëntori nuk po prodhon lajme dhe është një muaj i qetë, në fakt ndodhi e kundërta. Morëm ca lajme përmes portaleve që lidheshin me Loredanën, ish bashkëshorten e reperit Mozik, edhe partneri saj i ri që ishin gjobitur me 450.000 euro për një shkelje që ata kishin bërë. E tham pak më herët Yllimani, po përgatit diçka për publiku. Një sherr më duket, na duket, paktën e lexuar në rrjetet sociale, ka ndodhur midis reperi Don Gjoni dhe një tjetër reperi të ri, Bini Diz. Dhe pastaj lajmi që qarkullon prej muajsh, Elgi Doda, a u nda vërtet nga Klea Huta, apo është thjesht një amulli platformash dhe mediumesh sociale? Të gjitha këto i diskutojmë sot, Alma. Po, kemi kënaqësi në fakt të lidhemi me kolegun ton, Exon Aldie, i cili do të na tregojë nëse kemi ndarje, ka dashuri të reja, çfarë ndodh me gjobat që këta personazhet e njohur marrin, çfarë bën drejtësia me ta dhe ç'është më rëndësishmja, çfarë ka patur në mend Yllimani me zhdukjen e të gjitha fotove. Exon, përshëndesim, kënaqësi shumë që lidhemi së bashku. Përshëndetje, kënaqësia është e imja. E nisim me Loredanën diskutimin. Besoj e dëgjove gjithë parashtrimin që Suryani bëri për të na treguar ngjarjet më në zot momentit, çfarë po ndodh në marrëdhënien e saj të re. Po përshlitet ka ca ditë, e vërtetën është një lajm i cili shqiptohet se ka ardhur në përfundim si pasojë e jonë, por vetëm që janë konfiskuar të ardhur të tofta që dëgjuar. Ishte mund të themi një i hekurit edhe euro para asgjë tjetër. Mirë po në vitin 2024, nuk është një e freskët tani, vetëm se vendim është marrë gjatë këtyre dhe në kuadër të gjykatës që mund të ketë një vendim për të dashurit e njohur tani më që mund të jetë që të baron dikon deri në 2 muaj, ajo është kompenzuar me një vlerë monetare në rreth 5. Vlerë gjithmonë në konsiderohet vendoset gjithmonë nga fakti se sa janë të ardhurat e personit në fjalë i cili ka poseduar armët e ftohta të fjalë. Por si do që tjetër, dënimi për neve mund të jetë shumë aramandës, 450.000 euro nuk janë pak për ne, sidomos që jetojmë Kosovë e Shqipëri, mirë po duke pasur parasysh të ardhurat ditore të çiftit mund të them, gjykata është e parë të arsyeshme, edhe pse kemi parë që kohëve të fundit kemi pasur një reagim nga ana e tij, i cili është drejtuar opinionit të gjerë, duke thënë se kjo ka ndodhur gjithçka pas një porosie të cilën e ka bërë përmes internetit, janë justifikime apo të vërteta, çdo kush mundohet ta mbrojë imazhin e vet dhe më përmendja se janë një çift i cili nuk kanë pasur asnjëherë nevojë të përdorin armë të ftohta, sido që tjetë deri vonë tek ne janë përdorur boksat e hekur, gjë për cilën unë gjithmonë jam kundër dhe vjen shumë mirë që janë marrur masa dhe nuk përdoren më, sidomos edhe në euro paralizuesit. Exon, sepse në fakt mirë është të bëjmë një rënditje të ngjarjeve sipas kronologjisë. Ka ca muaj që diskutohet, Klea Huta dhe Elgi Doda, u ndan gjë apo s'u ndan? Si është puna? O Sulian, tash zonën e vjeshtës çdo herë kam përshtypjen se tani kohëve të fundit gjithë VIP-a komunohen pak a shumë ta mshefin jetën private, duke mos u nisur vetëm tek çifti Elgidit edhe Kleas, por duke u nisur tek çiftet e tjera, mundohen shumë ta personalizojnë apo ta mbajnë private jetën e tyre, duke u nisur nga postimet të cilat i bëjnë në rrjetet sociale, po unë me binjen time të plotë them se nuk janë ndarë. Nuk janë ndarë. Pse ke këtë bindje, Exon? E kam një them, është shumë kohëve të fundit që të paraqitesh në publik, nëse je publike, të paraqitesh si single. Domethënë, biles ju them dhe një kuriozitet, deri në vitin 2030 është paraparë që numri i martesave edhe do bie, sipas statistikave të cilat i kam parë, dhe për këtë gjithmonë do të jenë shkaktar meshkuj, sepse mund të them jeta dinamike dhe arsyeja për të punuar më tepër nuk është mos e po justifikon atë pjesën e madhe të njerëzve për të marrë kupar. Duke qenë se jemi tek ndarjet e Exon, çfarë mund të themi? Kemi një çift tjetër që ndoshta është ndar, por nga fotografitë e tyre dhe nga profili publik ne nuk e kuptojmë. Të them se është ndodhin ndarjet më shumë, sidomos periudha e vjeshtës, është çdo këngëtar mundohet të lancojë këngë të cilat mund kapin më shumë sepse është periudhë në të cilën gjithë binë në heshtje.
po deri për momentin nuk është se kam ndonjë lajm kështu zyrtar se e çifte tjera. Mos flasim me mendime, por kështu diçka zyrtare nuk kemi. Mirë, meqenëse është temë që ka shumë pyetje Elgi Doda dhe Klea Huta, ti rikthehemi dhe një herë. Mos ndoshta Elgi Doda po përgatit ndonjë album, ndoshta ndonjë koncert dhe përdor këtë amullin vetëm për tërhequr atë vëmendje që është e nevojshme përpara projekteve të këtyre përmasave, apo nga ana tjetër Klea Huta ndonjë rikthim në media? E thash për ripërse prapë që në ditët e sodit gjithë VIP-at e ndjejnë shumë të nevojshëm për ta paraqitur veten si single. Është jo vetëm tek VIP-at, mund të flasim edhe tek rinia e ditëve të sodit. Thash, është një statistikë e cila dita ditës edhe lidhjet po bien. Me këtë flas është tani gjithë i kanë raporte shumë të këqija në lidhje. Nuk po flas vetëm për jetën e VIP-ave, po edhe për gjithësi, për shkak se jemi në periudhë ku çdo kush po mundohet ta shijojë jetën e vet, nëse më herët një familjar ka qenë punoj edhe të mbaj gjithë familjen, edhe ka qenë e mundshme, tani një krye familjar duhet bëj dy punë që të mbaj gruan, bashortën dhe fëmijët dhe prindërit e tij. Mirë, nuk është rasti Klea Zelgitit, nuk besoj të jetë luftë për mbijetesë, por diskutoi që kishte tradhti të mundshme midis çiftit edhe prandaj ndodhi kjo ndarje. Fiks. Ata flitet kryesisht për mbijetesë, por për mbijetesë vetëm nuk mund të them se mund të jetë rasti i Don Gjonit. Rasti i Don Gjonit nuk është mbijetesë për të mbijetuar në skenën për shkak se Don Gjoni nuk është se ka nevojë dhe ndjen nevojshme që të jetë i pranishëm në rrjetet sociale, në media për flitet për një rrahje. Ta mencuar, themi se nuk kemi asnjë konfirmuar, nuk kemi asnjë raport të policisë tani më i cili del dhe na shpjegon një gjë të tillë. Mund të flasim vetëm nga producenti në fjalë i cili ka dalur dhe ka bërë një prononcim, ndërsa nuk kemi akoma një reagim as nga ana e Don Gjonit dhe nuk kemi as një lajm zyrtar nga policia. Egzon, ndalemi pak tek Ylli Limani, po flasim për personazhe që kanë një honë shumë të madhe në Shqipëri dhe në Kosovë dhe kudo ku dëgjohet shqip. Përse i ka hequr gjitha fotot nga Instagrami dhe përse gjithmonë kam pyetur veten, dim kaq shumë pak për jetën e tij personale, për dashurinë. Ata që mbahen kryesisht pa mundohen që ta mbajnë shumë personale jetën e tyre, sidomos duke u nisur nga bashkëpunimi i fundit, mund të themi se është njëri nga parja i cili bëri me një artist me famë botërore, siç është Rita Ora, dhe tani është në mesin asaj të e përshirën në kulmin e të qenit të VIP dhe patjetër të ketë një moment, jo vetëm tek Ylli Limani, mund ta vrenë artistat e tjerë që zakonisht kur duan sjellin diçka i heqin gjitha storit apo fotografitë e mëhershme për sjellur tjetër, për sjellur një freski, sepse publiku gjithmonë hyn ai kurioziteti për të parë një ekran të boshatisur nëpër Instagrame gjithmonë të arritë edhe më shumë epshin për të ditë se çka ka për të ndodhur. Dhe pas disa informacioneve kam dëgjuar që u përgatitet për një koncert të ri, se si do të jetë ai koncert, presim që ta zbulojmë ditën e vazhdim. Koncert në Kosovë? Kam përshtypjen në Shqipëri. Në Shqipëri, për Kosovë patjetër që nuk diskutohet. Mirë po, si Limani ashtu të njëjtën kohë, Don Gjoni mund të them se janë një nga dy artistat të cilët janë përqyer kohëve të fundit në trojët shqiptare. Por nuk i përgjigjemi dot definitivisht pyetjes nëse Ylli Limani është i dashuruar apo jo. Kam përshtypjen që jo. Ke përshtypjen që jo. Okej. Dhe ne po i besojmë fjalës tënde. Sepse në fakt ndryshe nga gazetarët e Shqipërisë, në Kosovë gazetarët e showbizit janë më shumë në numër dhe her pas here edhe i ndjekin personazhet publik për të parë se çfarë bëhet me jetën e tyre. Për një periudhë kohë qarkulluan ca fjalë që në Tiranë, në një ambient, në lokal, jo një herë, por shumë herë Ylli Limani është parë në prezencën e një goce, pjesë e showbizit, por nuk e di se sa kanë pritur lajmi atje në Prishtinë. Unë nuk e di, kam parimet e mia, kam në momentin kur nuk jam i sigurt nishëm nuk dua që t'ja dhe mia dhe temi gazetar objektiv. Shumë mirë, Egzon. TSN, kështu shkruhet në postimin e Ylli Limani dhe interpretimet kanë qenë të ndryshme. Dikush thot Tirana Stadium Night, që mund të jetë një koncert që mund bëhet në stadiumin Errol Benja. Pam koncertin në Prizren, pam koncertin në Shkup, tani radhën e ka Tirana sipas fansave të Ylli Limanit. Duke u nisur edhe nga ngjyra e postimeve, ka jo edhe unë pak përshtypje se do të jetë në Tiranë do të jetë një koncert marrëdhëshor i organizuar nga Ylli. Mirë. E qartë.
Flasim gjithashtu, për mos të më pa përmendur për gjithë ata që e dashurojnë futbollin, Cristiano Ronaldo në shtëpinë e bardhë takohet me Donald Trump. Çfarë mund t'i themi publikut? Ishte shumë interesante sepse ishte një takim i cili organizohej përndërsa të pritjes trashëgimtar saudite dhe ten diskutimi më i madh u bë çështja e prezencës Ronaldos sesa takimi mes këtyre dy liderëve të tjerë dhe të Donald Trumpit. Është shumë interesante, gjithandej përfitet dhe gjithandej shohim vetëm imazhin e Ronaldos dhe nuk folet fare se përket pjesës së takimit mes këtyre dy vendeve, sidoqë tjetë neve e dim se kohëve të fundit Ronaldo tani më është pjesë e një ekipi të Arabisë Saudite dhe duke u nisur nga ky fakt Arabia Saudite ka ditur më së miri ta përdorë atë si pjesë të saj, duke sjell atë si një ambasador. Dhe nisemi vetëm nga rrjeti social Instagramit, të cilën ka Ronaldo, që ka prafërsisht rreth 7 milion djegës. Dhe të marrim shohim vetëm popullsinë Arabi Saudite që mund të jetë dikon 35.5 milion banor, domethënë mund ta vërejmë automatikisht sa mund të ketë impakt në botën e jashtme Ronaldo. Sidoqë tjetë, mua nuk më duk as interesante, shpresoj jam i bindur që nuk i është dukur as atij vetë, sepse gjithmonë është mësuar të ndodhet në mesin e atyre të cilët janë në krye. Sidoqë tjetë, takimi me Donald Trump për çdo futbollist do ishte një takim i veçantë, sidomos mos paku që është përfolur pjesa e dhuratës të cilën ja bëri Donald Trump për Ronaldo, që ishte ai Chelsea-jar. Dhe mund të them, mos paku kjo është folur në Kosovë, në Shqipëri. Gjithë flasin për takimin, për vizitën e tij, pas kush më flet për këtë dhuratë, një dhuratë e cila nuk është se jepet çdo kujt dhe gjithmonë nisemi nga fakti se me çfarë tendenci ju dha si një futbollist, apo ju dha si pjesë e një apo dhe çfarë vlerë monetare kishte ai Chelsea. Paka shumë në futa dhe shikova vlera monetare ati Chelsea duhet varoj dikun rreth $3.600-700. Është një Chelsea simbolik i cili jepet nga shtëpia e bardhë kryesisht për personazhe të cilët kanë impakt tek rinia në botë, ashtu mund të them sikur pjesë influencimit edhe të përhapjes së futbollit në këtë rast nga Arabia Saudite që ka përdorur në mënyrë më të mjetëmundshme. Qartë, mirë, kemi parë se Donald Trump ka takuar shumë personazhe të botës showbizit. Kujtoj këtu edhe takimet jo një herë, po të herë pas hershme me Kim Kardashian dhe shumë VIP-a të tjerë në këtë industrinë amerikane. Egzon, çfarë di ti që ne se dim dhe çfarë di ti që publiku duhet ta marrë vesh? Për VIP-at tanë, jo për VIP-at amerikanë. Për VIP-at tanë. Ripa tanë kohëve të fundit të në vërtetën kryesisht kam qenë i përqendruar tek këto tema të cilat i diskutuan pak më herët tek rasti i Loredanës, tek rasti i Don Johnit, tek e fundit apo ftesa e cila ju bë Ronaldo për qenë pranishëm në shtëpinë e bardhë. Mund të themi se këto i kemi më aktualet, tash jemi në një periudhë pak heshtje, gjithë presin që të lancojnë këngë çfarë do të ndodhi. Ma mërmendja se edhe pjesë sepse diskutuan pak më pak nga temat e tjera sa i përket përleshjes që u përflet mes të Don Johnit dhe producentit të tij. Kam përshtypjen se është një situatë tani që është goxha shumë heshtje dhe në momenti kur kemi një heshtje në këtë vjesht, neve mundohemi gjithmonë të nxjerrim ca gjëra, ca pretekste për të nxjerrur edhe artistë të rinj. Kam përshtypjen se është një nga mënyrat më të mira të mundshme për të promovuar edhe artistët. Egzon, përpara se të largohesh, një nga artistet që po gëzon një periudhë të lumtur si në profesion dhe në dashuri, duket sikur është Dafina Zeqiri. Rikthimi i saj menjëherë pasi u bën nën, u deshon vetëm pak ditë të kthehej me projektet muzikore, dhurata nga partneri për të treguar një klim shumë të mirë edhe një koncert i lajmëruar. Çfarë mund të themi? Ke diçka që do na zbulosh? Kam përshtypjen se këtë do të diskutojmë herës tjetër. Kemi shumë. Kaq po na lë, po e lë enigm. Po e lëm enigm. Okej, të përshëndesim dhe shumë faleminderit. Besoj që sa po të bëhemi gati për Fermon VIP, do të kemi dhe shumë çka për të folur edhe për personazhet në vendin tonë. Përshëndesim shumë Egzon. Një transmetim sa më të mirë dhe kalofshi sa më bukur. Për gjithë shikues. Kënaqësi. Ne do bëhemi gati me një nga ato personazhe që showbizin shqiptar e ka prekur, edhe pse besoj që nuk ka qenë kurrë qëllimi i tij në vetvete, por gjithmonë ka ditur që të bëhet lajm kryesor. Do gatuaj për ne, për ju. Ç'është më e rëndësishmja dhe do lajmëroj projektin që nis sot të mbrëmje vetëm pas pak.